Si pjesë e vizitës së tij zyrtare në Shqipëri, Komisioneri i Bashkimit Evropian për Kulturën vizitoi dy site kyçe të trashëgimisë kulturore të mbështetura nga programi EU for Culture, fasadën e restauruar të Ish Kino Studios dhe arkivin qendror shtetëror të filmit, i cili është pajisur me teknologji të avancuar për digitalizimin e materialeve. Jam krenar që shënojmë përfundimin me sukses të dy ndërhyrjeve të Bashkimit Evropian për Kulturën, restaurimin e fasadës së Ish Kino Studios dhe dorëzimin e pajisjeve në arkivin kombëtar të filmit. Ky investim pasqyron angazhimin e fortë të Bashkimit Evropian për të ruajtur trashëgiminë kulturore të Shqipërisë dhe thekson solidaritetin ton. Promovimi, mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore është një përparësi politike për mua dhe do të jetë një gur themeli busullës së kulturës për Evropën. Gjatë inaugurimit, Lira Pipa, zëvendës ministre e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, foli për shndërrimin e godinave. Pjesa më e bukur e këtij rrjedhimi kulturor që është bërë këtyre objekteve, pra nuk janë thjesht ne nuk thjesht po promovojmë dhe po restaurojmë objektet, por dhe po i kthejmë ato në vende dhe në pikë takime ku mund të organizojnë aktivitete ndryshme kulturore. Në godinën e Ish Kino Studios nuk është thjesht një objekt fizik apo një godinë fizike, por është një strukturë ndërtimore, por ajo ka synimin të rikthehet me një laborator, le të themi kulturor, si ikonë e historisë tonë kombëtare. Arkivi qendror shtetëror i filmit përfitoi pajisje moderne për digitalizim dhe ruajtje të materialeve me një investim për rreth 100.000 eurosh përmes programit EU for Culture. Këto pajisje rrisin ndjeshëm kapacitetin për të mbrojtur materiale delikate audiovizive dhe për të përmirësuar aksesin e publikut në përmbajtjen arkivore përmes platformave digjitale. Arkivi themeluar në vitin 1947 ruan mbi 4.330 vepra audiovizive, përfshirë filma, dokumentar, animacione dhe pamje të rralla historike që datojnë që nga vitet 1920.